Kjo është 74, po pra s'e vëra atje. Kjo është aktualja. Tani këtu kemi minimumin maksimumin. Tani minimumi është 1 në Dibër plus, 1 në Shkodër plus, 1 në Fier plus, dhe 1 minutë mo, 1 në Fier plus dhe 1 në Elbasan plus. Ky është minimumi 78. Nën 78 nuk bie Partia Socialiste. Fitore. Kjo është 100%, ja. Okej. Këtu jemi me 50%. Dakord? 50%. Një në Kukës. Kemi një në Shkodër. 1 minutë. Kemi një në Shkodër. Po. Kemi një tjetër në Dibër të mundshëm. Po. Kemi një në Lezhë. Kemi një në Durrës. Kemi 2 në Tiranë. Kemi edhe një tjetër në Elbasan. Në Korç nuk lëvizim, rim të 6. Kemi edhe një tjetër në Fier, kemi edhe një në Vlorë. Këto janë të mundshme, me 50%. Atere, 78, edhe një 79, edhe një 80, edhe një 81, edhe një 82, edhe një 83, edhe 2 84, edhe një 85, edhe një 86. 1 minutë të shi, 1 minutë. Edhe jërë. 78, edhe 2 80, edhe 2 82, edhe 2 84, edhe një 85, edhe 3 88. Kjo është në këtë do lëvizi, midis kësaj dhe kësaj. Në këndvështrimin tim nuk do jetë as kjo, do jetë diçka këtu midis. Atëherë rikthehemi në studio, titulli i emisionit dhe kësaj pjese e dytë është Lajri i kthehet në shtëpinë në 360 po si duket si Oliksi që kthehet nga Big Brother, por në 360 gradë sirenat. Ai kam thënë Lajrit, lidhu ose vëri tapa ose dyll, siç i vinte Oliksi veshve kur shkon të rrugës për një tak, sepse ai do kthehet një tak, pra do të kthehet në 360 gradë, në dheun e tij mediatik. Por ka harruar të vërë dyll të veshet, nuk është lidhur dhe sirenat bëjmë punën e vet, por nga minutë në minutë do të rikthehet. Unë vazhdoj dhe e presë dhe jemi këtu me Anduenën dhe Enidën, që përshëndes edhe një herë. Në ndërkohë ne pam këtë përllogaritje që bëri Rama, të cilës se pyeta edhe zotin Basha që ishte përpara dhe zonën Kodheli, për këtë nga 78-a në të vënë tek 88-a. Sa realizëm ka kjo si mbas jush zonja Bozhegu? Tani kuptohet që zoti Rama është në Kuç dhe duke qenë në një vend i cili historikisht në traditën e vet është i majt, nuk mund të mohohet, dhe për të gazuar pak, pra për të hiperbolizuar atë entuziazmin e kuçjotëve. Sa larg Kuçit je ti? Unë jam me origjinë, unë jam Tërbaç, Dukat. Sa i bie? Në Vija Erore jemi shumë afër, po ndryshojmë shumë. Ata e kanë, është ajo ide autobus, ata e kanë autobusin të gjithë kështu. Horizontal. Ju se keni autobusin? Jo, ne jemi më të butë në këtë drejtim, po të kalonte nga Dukati, besoj që batuta do t'i kishte patur shumë të mprekta. Përsa i përket pjesës edhe të... Pra është në Kuç dhe... Po është vëndin edhe cilin hiperbolizuar. Të buronjat e Kuçit dalin 88. Dalin 88. Kuptohet që nuk është reale, nuk ka sësi tjetë reale për shumë arsye, po të kishim qënë 12 vjetë para, po. Po pse do këtë fitore ka i të madhe Rama? Se tani këtu është një problem që edhe 78 mua më duket shumë. Unë mendoj që... Njëru do të donë dhe pasaj s'kone 100 dhe 120. Se s'ka të ngopër, po ideja është kjo që pse i duan 88, se ka është një numër
Magjik. Dhe 84 këtu, është një numër... I duhet për ndryshimet kushtetuese për dyshim. Ka një qëllim që lidhet me ndryshimet kushtetuese, lidhet me ligjet e posaçme, pra ka një hile ai numër, nuk është kaq rastësor tek ai e hedh në tavolinë. Një numër euforik. Absolutisht jo. Në fakt si Zoja Kodhej repet thash, e zbulova nga gjysma intervistës që ishte në strategji. Mendova se ishte në meditacion. Jo në strategji, dhe Rama është strategji. Mërë atë letrën bënd 88, por strategjia është 84. 84 se i duhet, por... Kush mund të ishte ligji, po themi, kushtetus, neni kushtetus që duhet më shumë në këtë ratë? Se nuk mendoj që do ta kthejmë nga Republika në një sistem tjetër. Jo, por zoti Rama është shprehur që ka një mision që lidhet me reformën e sistemit të drejtësisë në një pjesë në cila ka çaluar sipas tij, përsa i përket funksioneve edhe në lidhje me mandatet e prokurorëve të posaçëm, por edhe me këto pasojat e vettingut që kanë dalë probleme jo indiferente nga sistemi, por kryesisht goditja lidhet me strukturën e posaçme që në një lloj mënyre prek të gjithë politikanët. Është ajo paketa e famshme antikorrupsion që po punohet nga zoti Xhafa dhe kryeministri e mbështeti këtë. Mirëpo i duhen votat në parlament dhe është më kollaj ti kesh të gjitha të tuat për të ndërhyrë dhe për të hedhur në tryez ndryshimet e rëndësishme, se sa të kesh një numër mbase bën dhe qeverinë 71 po marrim. Ajo që është projekcioni ndoshta më i mundshëm, më real i mundshëm. Shpërqendrohu pak se më thonë që erdhi la erdhi, po mikrofonohet, me që cila erdhi, mikrofonohu, dhe të më thonë se kur të priti i taka 4 muaj, se po të preti edhe i taka dhe 20 minuta, se një problem. Po. Jo, për të kaluar nga pikë. Se kështu e thash në hyrje e la erdhi, se ti nuk të del në kamera, po kështu e thash që u kthye në shtëpi, po se një Uliksi nuk është lidhur këtë trauja njës dhe nuk i kam mbyllur veshet me dyll, sirenat nuk e lënë të qetë. Vazhdojnë i të në faqen të preve. Jo, ideja është kryesisht ke ligjet e posaçme, sepse nëpërmjet 84 votave ai mund të ndërhyjë sistem. Por është eufori sepse nuk i merr projekcioni, personalisht mendoj 71 thjesht për të bërë qeverisjen, tani jemi në atë toto votimi, mund ta quajmë kështu, por është në vend ku i intereson që ta hiperbolizoj maksimalisht fitoren dhe të ndikoj sa të mundet ke kushdo që e ha karremin, ta quajmë kështu. Dakor. Hajde lart, më mbroma. Ashtu si Uliksi kur u kthye Së marrë madhe mirë se na erdhe. Së marrë madhe për studion. E lam në debatin për zgjedhje. Sigur. Kamerën e ke aty nga Nida gjithmonë. Mbase Uliksit ju deshën 20 vjet, mua 120 ditë mu deshën. E më mirë, çka më pak. Koha rrjedh në mënyrë subjektive, thuhet, nuk rrjedh në mënyrë objektive. Anduin Allabani si ja. Mirë jam, Lerd Vasiljev, si ja. Dhe Enida Bozheku që nuk e di. Të ka munguar, më duket në ato 120 ditë sërgjënosje, ngujimi. Mos kjo bluja detit i ke veshur sot, nuk e di. Prandaj të gjej Uliksi. Por unë nuk jam Penelopa, të dish. E di. Po as Kassandra. Nuk din mirë, se mund t'jesh Kalipso, ose... Qirqe. Ose Qirqe. Ja, gjedi. Oke. Tani, dartë misera dhe njerë, ne po flisim politikisht, nuk e di, pa dhe kotë të ndrosh regjistrin, apo e akoma në regjistrin e Bikut? Jo, çështja është, që të themi të vërtetë në spektatorit, problemi ka qenë gjithmonë me gjumin, duke qenë se ishim pa orë, aty brenda, unë se shbëja ca kështu matje me diellin, po kur ikte dielli nuk e gjejmë orën. Edhe kështu që flinin me orë pa orë. Unë çuditërisht më zuri gjumi edhe nuk e di se si, po erdi Reveka edhe... Kolonelja. Jo, erdi kolonelja, filloj aty sa ka pa o la erdi, qo, zjo, bam, bum, edhe erda më në fund. Jo të betojmë, kjo është e vërteta. Ja, do të mbajmë qikë edhe numër e Rebekës ta kemi... Më kishte zënë, po, më kishte zënë gjumin, sepse të sa zhej aty, çështja ishte se flien oraret cilat nuk kishin... Kështu që kërkojnë ndjes. Nga do këta fillojmë. Keni monolog? Vetëm mos e nis nga fillimi. Kaloje. Jo, kaloje fillimin e kemi, fillimin e
E nisëm para se të vije, kështu ta bëm prologun. Tash mos keni monolog tënd kështu në dëshirë në një gjë. Pastaj fillojmë gëricim ne. Jo, e vetmja këngë që më përfaqëson më së miri është ajo që publiku e ka dëgjuar nga Aleksandër Gjoka, po në fakt ka qenë Mifarete Laze, që thoshte erdha prap te ky prag i dashur, kushdo gjë me zë të ngrohtë më thot mirë se vjen. Se kemi, o qela ma gje pak të... Dhe çdo zemër portat i ban hapur. Se gjendo, sa bura. Vëndlindje që në kram ke mbajtur. Do ta e vazhdoj unë, po deshe. Vazhdo, shumë bura. Vazhdo të shifë nga kamera, mos ndro planet të lutem. Po. Është, jo, ndjesia është e tillë, vërtet. Është e tillë ndjesia. Filloi një nga fillimit. Është ajo që thotë erdha prap te ky prag i dashur, kushdo gjë me zë të ngrohtë më thot, mirë se vjen. Dhe çdo zemër portat mi mban hapur, vend lindje që në kram ke mbajtur, mua birin tën me mall më pret dhe më përcjell. Dhe pasaj vazhdon tek ti njohun në natë, do ndrojnë telefonin atë televizor njerëzit, se unë s'di të këndoj. Jo, deri këtu kaq në për të. Ne në gazetari themi kështu që nuk është lajm kur qeni kafshon njeriu, po kur njeriu kafshon qenin. U gjet, po jemi fort. Kur gjithçka me zë të ngrohtë më thot, mirë se vjen. Dhe çdo zemër portat mi mban hapur, vëllindje që në kram ke mbajtur. Kjo është. Pak më fort, s'ka më fort. E unë ta pita më pastaj, se era si altu. S'ka më zë, një sekond. Një sekond. Atëre, zej. Okej, në rregull. Po së mora vetë pse une, apo me që une e. Okej. Dakor, tani, shiko, drama me madhe njerëzore është koha dhe gjërat më të bukura dhe gjërat më të hidhur e latë pas. Thonë që për shumë në qoftë se do kishte një kohë që të rrithe më shpejt kur gjërat janë të hidhur, aty ishte një laç. Por do ishte një mrekullin që ose në gjërat më të bukura që jeton njeriu, dashurit, emocionet e bukura, koha të rrjedhë sa më ngadalë. Po koha është konstante, për fat keq. Dhe pra, edhe realiteti bikut dhe këto gjërat, po janë gjithmonë më tepër si një ishull që largohet. Shumë i bukur, shumë magjik, ke patur një performancë, ne të kemi mbështetur, ti ke qenë jashtë, nuk e patur, ka qenë gjë shumë unë nuk e besoja kur që të mbaja të rezistenca i të madhe, do të thonë, mendova që ke pasur një përdeshje pa barabartë, në kuptimin që është ajo thënia për shembull që ti hidhje ca xhavajire, por ato xhavajiret derat nuk i hanë gjithmonë. Duan, sepse është një thënie të mëshme këtyre oligarkëve që thonë që nëse një majmuni i vë përpara një po themi një tufë me banane dhe $100,000, majmuni do haj bananet. Dollaret nuk i merë, sepse nuk e di që me ato mund të blien ma unë kamiona me banane. Kështu që kjo ishte pabarazia që kishe në Big Brother, e ndjem, e pam hapës hapi, po tani kjo është formati. Me atë jemi fushat politike e lartë, nuk e di në këtë planetin e ri, të mbas Big Brother në planetin tokë Shqipëri. Fushat elektorale në mbas 4-5 ditësh janë zgjedhjet. Kene një perceptiv? Kene një nuhatje? Unë dikur nga paneli i emisionit tënë, kisha dhe një shifër 74, nga që jam 74 si ditë lindje, edhe në të vërtet aq dollën deputetët, 74. Në 2021? Po, pas 120 dit izolim edhe nevoja bënd të vetën, do thoja që do jenë 69. Si vjetë, nuk ka nevoj kështu mos kaloni në metafora të çuditshme, thjesht me erdhi numri 69. Ne, ishte kështu, ishte një numër, pse nuk e peti atë që kryeministi thotë 78 ose në kuç 88, i kanë thënë. Jo, unë për mua janë 69. 69 si pas se cili, shiko, me shprej si pas nevojave të ti, se cili. Unë për të qenë pak më realist, okej, me koalicion mund të shkojnë,
Po them kështu, vetëm, njeriu... Po vetëm e kanë zirë 78. Po të sovës dhe një atë, ma zhjith dhe jep dhe një... E shohëm, po 69 janë. Ja, mi dakord. Ma jep dhe njerë pra shikimin të... Nuk është shifre keqe 69 ashtë. Jo, shumë e mirë, po jo për politikë. Jo politike. Me jep dhe njerë 300, kjo dhe. Kjo është 74, po pra së që e vërë edhe atje. Kjo është aktualja. Tani këtu kemi minimum maksimumin. Tani minimumi është 1 në Dibër plus, 1 në Shkodër plus, 1 në Fier plus, dhe 1 minut mo, 1 në Fier plus, dhe 1 në Elbasan plus. Ky është minimumi 78. Nën 78 nuk bie Partia Socialiste. Fitore. Kjo është 100%, ja. Këtu jemi me 50%. Dakord? 50%. Një në Kukës. Kemi një në Shkodër. Një minut më një. Kemi një në Shkodër. Po. Kemi një tjetër në Dibër të mundshëm. Po. Kemi një në Lezhë. Kemi një në Durrës. Kemi 2 në Tiranë. Kemi edhe një tjetër në Elbasan. Në Korç nuk lëvizim. Rim të gjashta. Kemi edhe një tjetër në Fier. Kemi edhe një në Vlorë. Këto janë të mundshme, me 50%. Atere, 78, edhe një 79, edhe një 80, edhe një 81, edhe një 82, edhe një 83, edhe 2 84, edhe një 85, edhe një 86. 85. Një minutë të shi, një minutë. Edhe jë. 78, edhe 2 80, edhe 2 82, edhe 2 84, edhe 1 85, edhe 3 88. Kjo është në këtë do lëvizi, midis kësaj dhe kësaj. Në këndvështrimin tim nuk do jetë as kjo, do jetë diçka këtu midis. E dëgjove pa shikimin? Po, shiko, nga që ishte... Aty shiko, jo këta unë. Nga që ishte në restorant aty, apo jo? Ishte në takim me popull. Po, dakord, po është e fleta... Një vënd, një bar. Ka jo e tavolinës. Ta jo letra ishte kështu, po. Po, gjysë unë e kam pas kamarier. Edhe Spiro i madh, do me thënë, kur bënde logarit, pasi bënde logarit, thoshte dhe sa është data sot kaq. Plus datën, i thoshte kaq janë. Tani, është 2025-a, 2 dhe 2 bëjnë 4 dhe 5 bëjnë 9. Po të betojmë, 2025-a, 2 dhe 2 bëjnë 4 dhe 5 9 në numerologi. Unë tash 69, edhe 9 dhe 78. Me datë. Ribë edhe njëse në kishim zotin Basha pa këto pak. Unë kam qenë mirë në aritmetik. Atere, 69, thash 69. është numër shumë i preferuar, po nejse. Pas 120 dita izolim. Atere, 69. 2025. Jo vetëm. Ora. Atere. Atere, është viti 2025. Në numerologi është numëri 9. 2 dhe 2 dhe 4 dhe 5 9. Apo jo. 69 dhe 9 bëj 78. I papar. Kështu del, pse i papar, kështu del. Kësha gjyshin kamarierë, në fund vinde dhe datën i shkreze, dishka të tim të i bakshish. Do më thënë 78. 78 për kë, se s'kemi thënë për kë. Po një është partia mëm, të tjerat kanë dalë nga mitra e përgjakur e PPSH-s, nuk ka, partia, s'kan, jo. Ke dalë nga izolimi dhe i ke këto aty shetë, i ke këto metaforat. Jo, mo i ka metaforat, po ajo e grusht. Me mitra, me 69. Po jo, pashtu e ka thënë Tritroa Golli, jo unë, pastaj një është partia mëm, grusht bashkuarit partisë. Po pra, du më thënë 78 kush? Partia Socialiste, ju e patë, edhe Trumpi
si i shpëtoi plumave Trumpi? Bëri një kështu e tha let's make America great again, po e kishte me grusht. Ajo është se lëvizi pa kokën edhe... Po. Dakor, publicitet.